E dini çfarë është e frikshme? Që njerëzit të lavdojnë nga perëndimi dhe nga lindja dhe ti nuk je asgjë për Zot. Këta të kallëzoj drejtën e huazova dhe për shtata, në gjuhën shqipe. I domthon lindje perëndimi famshëm, këtë njerëzit njohin si i madh, ama ta Allah. Vip, po. Ta Allah je tjetër çish. Çka më e frikshme. Shin këtë dunjë tapin epitetin Hoxha i Mir, Ligjërusimi, Dordhanz, Bujor, Mujahid. Tuli fare epiteti. Lindje perëndim. Po. Ta Allah me bo mos fukonon i vlerëshëm i asgjë. Para bar me zero. On ka me dal një njeri të Allahu me sevape sa kodrat edhe qetë. Shumë sevape. Sono. Mirë po, në synin e Allahut ai nuk është i vlerëshëm. Pse? Nuk i ka bë për hir të Zotit. I ka bë për lavdë e hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me tre kategori njerëzish me të cilët do të ndezet zjarmi i xhenimit. Edhe kjo është shumë e frikshme për secilin prej neve. Ta do të ndezet me mujahidin, me luftarin, me dietarin, lexuesin e Kuranit dhe me bujarin. Secili prej këtyre lloj kategorive janë të çmueshme në shoqëri. Luftari i cili mbron nderin, vatanin, ka dalë domethënë me dhom jetën për Allah, te bareke ve teala. Seni më i shtrenjtë, nuk ekziston sen më shtrenjtë se shpirti. Me dhon njëri shpirtin për Allah. Jo rastësisht edhe shpërblimi është shumë i madh. Për në çtyre lloj njerëzve, Allahu te bareke ve teala ditën e gjykimit kur do të na rin gjallë, do ta pyese. Pse ti e dhove shpirtin për Allah? Pse luftove ti? Ja, Rabb, unë luftova që fjala ite me që më e larta. Ka dhept, je duke gënjy, je duke rrejt. Te ke po për sy e fatsi, te ke po që njerëzit lindje perëndim. Filoni konti komandanti, luftari ku diçka. Çose si ke po për Allah kur. Kategoria tjetër vjen te unë. Ta shkoj xhem, unë vetë. O xhallar, lexueset e Kuranit. Çish e lexon Kuranin? Për kanë lexon, për kanë zbukuron zonin. A e bën tërhec që njerëzit vinë për ty apo për Allahun te barekuta. E bën ti materializëm, të kish të përfitosh në aspektin material. Kjo është sfidë, sono çdo ditë kjo sfidë. Jo një ditë, çdo namaz, çdo se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rinxhallat këlloj njeri apo kjo kategori e njerëzve dhe ju thuhet atyre, pse ke lexuar Kuranin? Pse ke lexuar ti Kuran? Thot ja Rabb, kam lexuar që njerëzit ta dashurojnë fjalën tonë. Thotë ka dhept, je duke gënjy. Ti e ke bën këta që njerëzit thonë sa lexuesi i bukur dhe i mirë je ti. E ke dredhu zonin, i kishte njerëzit me kaj. Ti e ke bën ligjëratën më të vajtueshme, më interesante se ke bën për Allah. Ti e ke bën që njerëzit të lavdrojnë. Ki morën lavde, epitete. Khudhuj dhe nar, merren zarm xhanimit. Kategoria e tretë e shoqërisë, ai shka i keshirat, i ndihmon proceset shoqërore, bujari, pasaniku. Allahu te barekuta thot kur e rinxall, thot çka ki boti me pasurinë. Thot ja Rab, s'është e imja. Nuk e përvetson. Thot kjo është dhuntia jote. Ti më ke dhënë mua, unë veç kam qenë shërbëtori i yt. Kam dhënë për asaj që kam ke dhënë ti. Kam dhënë për ty. Po për ti. Ja, si ke bën ti këta për mua. Se Allah ta një zemrën. Ta një Allah te barekuta. E kemo për lavdë, çu filoni po keshirat. E ke po shumë po je. E ke po për Allah? Ati me të pikpyqjane me te edhe Allah. Unë, qose i ki po për Allah, do të përmenesh. Jo të njerëzit, të Allah. Qose i ki po për njerëzit, hargjosh. Nuk ban dovi. Në të mesin aplauzi dhe lëvdatat vesh. Po, në qatë moment lajkat, sa i boni, një pashen edhe shkun.